Nderuar Presidente, nderuar kryetare Kuvendit, nën kryetar Golda, Ministri Hoti, Ministri Bogujevci, kryetari Komunës Sravecit, nën kryetari Komunës Prizrenit, kryetari Fshatit, deputet nderuar, përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare të angazhuara në vazhdimsi që aty 27 vite në një proces të përbashkët kuptimin e ndryshimit të fatit dhe vendosjes persona të zhdukur, shumë të respektuar, nderuar familjar, familje dëshmorëve, familje, persona të zhdukur me forcë dhe jo të pranishëm, sigurisht që ndjem për obligim, gjithsesi që falenderoj për prezencën dhe pranimin tuaj, siç është tani më po them traditë e popullit tonë fisnik, që dhe këto ditëlindjes t'i ndajmë së bashku. Në këtë përvjetor të masakrës së Krushës së Vogël, po qëndrojmë së bashku për nderuar dëshmorët dhe martirët të Krushës së Vogël, për nderuar edhe Ajvaz Shehun, djalin 15 vjeçar, jeta e cilit të ndërprej dhëndshëm në pranverën e vitit 1999. Sot, pas një pritje të rëndë, e të gjatë, eshtrat e tij rikthehen në tokën e tij në vendin që i takon me dignitet. Nuk i kemi praktikuar asnjëherë për shkak të protokollit që të flasim si komision qytetar pas fjalës së përfaqësuesit lider me qartë institucional, megjithatë nderim të familjes, nderim të Ajvazit, e ndjem për obligim që të themi pak fjalë për një dimension ndryshe të kësaj dhimbje. Sepse sot kjo është më shumë se një ceremoni rivarrimi. Kjo është një përballje me një histori dhimbje që ka zgjatur 27 vite. Një histori që nuk mund të rrethet pa përmendur nënën e tij Zebën. Zeba Shehu humbi gjithçka në një ditë. Bashkëshortin, djalin e vetëm Ajvazin dhe 7 anëtar tjerë të familjes. Siç shkruan në librin e tyre Fshati i vrarë miq të mi Agrondimani dhe Qemal Klasniqi, për Zeba Shehun, për shumicën e familjeve krushiane, në një qast u shua një botë të tërë. Por, Zeba Shehu nuk u dorëzua asnjëherë. Me një forcë që vetëm zemra një nën e nje, ajo jetoi me shpresën se Ajvazi ishte gjallë dhe se një ditë do të kthehej. Edhe kur e vërteta u dha, përmes shkencës, përmes identifikimit të mbetëve mortore, ajo nuk mund ta pranonte këtë vërtetë. Për të, Ajvazi mbeti gjallë deri në frymën e fundit të saj. Sepse, për një nën, pranimi i humbjes së fëmijës është kufiri i dhimbjes që jo gjithmonë mund të kalohet. Ajo jetoi me spritjes dhe kujtimit. E sheje çdo ditë këtu në Krush, duke kërkuar të birin në çdo hap. Në çdo zë, në çdo fëmijë që i kalonte pranë. Dhe sot, vetëm pas si ajo nda nga kjo botë muaj më parë, sot do bëjmë mundur që familja të marrë vendimin për të rivarrosur Ajvazin. Për të dhënë atë që ajo nuk mundi ta pranonte sa ishte gjallë. Në këtë dhimbje të thellë, që kërkon respekt, qëndron edhe përgjegjësia jonë si shoqëri dhe si institucione. Të dëgjojmë, të kuptojmë dhe të respektojmë vullnetin e familjeve, dhimbjen e tyre dhe mënyrën se si ata përballen me të vërtetën. Sot duke përcjellur Ajvazin në një ceremoni të dinjitetshme, meritoret për memoritaret e lirisë sonë, që ne e gëzojmë, sot nuk mbyllim vetëm një kapitull. Sepse sot përkulmi edhe para një nëne që nuk u pajtua kurrë, para një familje që besoi as shumë në luftë dhe para një historie që kërkon të mos harrohet. Në këtë ditë dhimbje, me dhimbje dhe nderim, kujtojmë Ajvaz Shehun, nënën e tij Zebën, babain martir Nuridinin, vëllezërit martir dhe gjithë martirët dhe të rënët e Krushës së Vogël, dhe gjithë martirët të rënët në altarin e lirisë. Është detyre jona si komision qytetar të gjejmë të dashurit të tanë, por është amanet i breza ta lartësojmë lirinë. Respektin dhe mirënjohje më të thellë për juve familje krushiane, për gjitha familjet që dhanë shumë për lirinë tonë, që dhanë gjithçka për lirinë tonë, Ajvaz Shehut dhe gjithë martirët e Krushës së Vogël, gjithë të rënët në altarin e lirisë përjetësisht lavdi. Faleminderit.